Mirë se vini në emisionin Burra dhe Gra që transmetohet këtu në televizionin Dugagjini çdo të hënë, të martët, mërkure dhe të enjte ora 20:00 kuptohet për para Ermal Pandurit, para Debat Plusit. Aja ka nolë mëre Ermali? O, s'ka që e nolë Ermali, mbës, problem është. Se pa të ndosh njerë mja nolë. Publiku e shikojnë shumë atë emisione dhe e dojnë, s'ka sens me ndalë. Po edhe aj më s'tim fort lokna se ty beja nolin. Jo, pa se s'ja nolin. Kush, ata këpëmëja po grinë salota tje? A salota po grinë? Po i denuj. Salota shupa, salota rukolla, që fare? E kanë denu klonin, e kanë denu edhe Dugagjinin. A ne data që të punë e kanë me dhonë dënime? Pak jënë zbut që ta shëdha ta. Jënë zbut pak mirë. Vazhdojmë me timen, a mo t'i falenderojmë sponsorat? Absolut, po. Si gjithmonë, kemi përparësi, ju dojmë përparësi sponsorat Kanë përparësi. Ju dojmë përparësi sponsorat, po dhe u lidha pak të më s'puka për fjallet tash, lem rahat ylle. Si gjithmonë, faleminderit shumë për parfumerin Piano që jeni me neve, faleminderit për ujër miras, Automita edhe Lagja Washington të në Prishtinë, shumë faleminderit që jeni me neve, edhe ju publik i dashur, ju duam, ju vlerësojmë dhe ju respektojmë. Shiko, shkojna me temën. Po, unë kisha pos dëshirë me ndërdidh bisedën mbram që ngeli pak në gjysë, po lidhet vazhdimësia me jetën e natës, është argëtim a luks apo rrezik për të rit. Është edhe argëtim? Jo, prit ta që qes pak. Është argëtim, po është shumë rrezik për të rinj, nëse ata, vetëm pak, është rrezik shumë i madh për të rinj, nëse ata... ku po do me dola, që po do me të shti me full, e përdi që po do me pozitiv. Hajde vazhdojmë, okej. O më së nëzëjnë qajte. Po mbram e keni thonë një mendim se ta ma në nëzëj debati, po ata gishtat, sërë ndolin gishtat e Albinit, kë ka mërmonet tak, sa shto në partnerin të ardhmen diskoteke, me burin të në gambre derin pi. Mbram the në rrjetet sociale, mund me ko partneri a ime në qëfë se kena mendim të përbashket. Falë, veç pak. E tash të mendim. Po veç pak, ju se ini të ma deviju fjallë. Ju bre ju, shumire the në qëfë se kena mendimet përbashta me partnerin nën. Po që edhe jeta natës, ndoshta partneri a ju të thot, nuk du o vlo me dalë më shku në night club. Po nështë ta thot du me dalë? Po e ti ndoshta thu ju. Beka! Okej, pejtu piteje, do më vazhdo mendimin të në dhe mandenje dhe unë mendimin të. Unë e mendoj... Pispilosje. Pispilosje është fjallë shumë pa përshtatshme për këtë muhabet, po si do të qoftë, okej, në regull. Për mendimin tem, jeta e natës është mënyrë e të shijuarit të jetës, nuk ka të bëj me diçka rrezik, nuk ka të bëj me diçka të keqa, se nuk ka të bëj, jëmë të folë të kytin fënë, asë nuk ka të bëj me diçka që konsiderohet ndonjëherë për njerëzve që është e konvrejtore, si dështim personal ose njerëzit të dështum dalin natën ose shijun jetën e natës. Ka të bëj me preferencat e tua, nëse ti e një person që ti e dën muzikën, e dën gjallnin, e dën atmosferën festive, ti ki me dashtë edhe jetën e natës. Është mënyrë të shijuarit të jetës. Edhe të shijuarit të rrezikut, sepse ka të bëj me rrezikun shumë bela. S'ka të bëj me rrezikun e kohë që i jemi të ki rrezik që ti në 1000 vende tjera, e pozita tjera, situata tjera, ma shumë se sa në jetën e natës. Shumë shumë vrasje, probleme, raje ndodhen në jetën e natës, se sa në jetën reale. Shumë shumë vrajse në këto vitet e fundet. Ka ndodhë në për rrugë Prishtinës, në për rrugë s'ka pas njerës heq, se sta në për diskoteka. Ama jam të ndodhën në gjana, se jam të mbyrë diskotekat. Jo, vetëm ta. Unë nuk jem kundër diskotekës. Gjana ka ndodhë gjithmonë. Është mendimi që se cilit edhe jeton njëri që është donë jetën e natës, quks luks, për rrezika për qëtë që tjetë. Po në mendoj që ka të bëjë edhe një pjesë e rrezikut shumë e madhe. Ma mira me full në tre, neve që shna pëlqen. Për shambull me fillu se cili me shambullin e vetë. Unë e fash për veti, për mu është mënyrë të jetuarit të jetës, është mënyrë e knatësis të e zgjedh me dalë në një klub ose një lokal me muzik live dhe me shiju një ambient të mirë, një muzik të mirë, me shoqëri ose me partner ose me këndo që je. Mandej, ku jemi këtë tema tjera, atë i pengon partnerit, a i pengon partneres, apo ti donë me dalë, partneris donë, ose partnerja donë e ti donë, mandej aty do të me dalë kompromisi në mes. Do të me dalë kompromisi edhe ti më marrë vesh
me partnerin tënë. Apo dënë me vazhdu qështu, apo dënë me pas dëshirën e njëjtë, apo dënë me pas dëshirën e njëjtë, aty krejnë varesh ti që shki mu dakurdu me partnerin tënë. Se cili person e ka drejten, ose mu dakurdu për mos me dalë, ose mu dakurdu me dalë me shiju jetën e natës. Janë të martum, qa ko lidhja? Vetëm pak, por e të apërfundoj dikon. Po të ti thup, thas po ko, si kuptaj, pëse si kuptan? Nuk e kryva dhe në fund të dashër, e të mbutë shumë. Zaj që e bua bukur. Nuk e kuptoj disa qifte që dojnë me dalë me të dashurën e vetë, ose me grunë e vetë që kanë fëmi, janë të martum, në një diskotek, nuk e kuptoj pëse dojnë me dalë, kënej kur të shkojnë, ja këqyrë dikush grunë, ose edhe ja bën dikush me sy ose me dorë dhe mandej, aty nis për leshja e këtij burrit me ato. Ti dush me ditë, ti dush me ditë. Ti duhet me ditë. Njerëzve morën me ta këshyr partnerin ose partneren tonë. Ti dush me ditë ku je të shku, nëse je të dashur me shku me dashën ose me gruan tonë në diskotekë. Po ko zamër kanë ndru, ti ke drejtën e botës me dalë me partnerin tonë në një lokal ose diskotekë edhe me shiju atmosferën për partnerin me shoqëri me këndëçije. Që burri duhet me ditë ku është të shku me gruan e vet. E jo mandej ku të shkon me hangër reje dasha se gruaja vetë për faktin që e këshyri dikush, sepse ti ke vendosë vetë me shku me gruan tonë. Jo, pi diskutojmë edhe që to. Se mu ndodhi personalisht një ditë në një lokal, nuk po du mi jep amen as ku kesh, ishin disa vajza. Ishin disa vajza, ko gjatë disa ishin mosha mesatare. Një në më thash gjollët. Mosha të reja. Mira, e mis ta spikoj. Na dy që na fëmija Milaime të ndryshme. Dhe mandej se që ka ndodhi, ishin dy mashkujt e tjerë në një mes aty apër. Edhe disa mashkujt tjerë ishin afër këtë në vajzave së gape. Tash që ka ndodhe, të këndodhe në aty nuk e di, edhe mandej unë e përfundova nejnë dhe shkova poshtë, isha duke prit taksin. Këta 4 djemë që ishin me këto femnat, vazhdun edhe ecën. Tash nuk di se qa kishë ndodhë, të kishë ndodhë me ata 2 djemë që vazhdimisht vazhdojshin me shiqu, me ngacmu këto femnat edhe nuk më di gjove që kërë këthyja i kere me 4 personat, 4 shmingafca edhe i kanë mësy këta 2 personat, i kanë rejmë njërë ma brutalit mëndshme. Tashti. Të gjonë ndodhen gjithmonë. Jo, po ti duhesh me mendu mas pare. Të ndodhen edhe një kafe gjatë ditës, të ongër bokës, të pi kafe. Jo veç njëtën e natës. Veç unë kesh që aty në mesin, që aty në afer. Ti du të me ditë që është vepran, që është reagoni këtë situatas. Të ti nëse dënë me kriju një problem, është shumë e litë. Po të kuptoj ku pëdo me daj. Jo, se unë e mëjnë në angër faji i tëne që pak kur gjohë heqën e isha ty. Po kide, unë du të me mendu për vetën teme. Po unë du të me mendu për vetën teme. Pse me shku në një lokal që nifet për qato gjana, nifet për qato probleme. Ti nëse kishin gjujt alti, do më thonë njani me tjetën dhe kisha hangërën nga në atë rast? Jo, unë për këtë arsye vendosi me nejtë shpit, vendosi me dalin një vend tjetër, edhe jo me dalin atë. Po, është shumë e vërtet. Po nuk besej që të kap lumi të ecëve rrugës është shumë punë. Jo, bre, se ti kur jesh një mes kull njerëz është pak ma ndryshe. Jo, Elos, kjo ka folë që ka ndodhë shumë amati, nuk ndodhë në të ndodhë, qëtash para një ape. Në regull, po janë tralla rastet të tila, mu në mendohë si gjatë ditë, si gjatë natës. Dhe gjitha gjana ndodhen mas shumë të në diskoteka. Nuk po flasë që duhet në shelë diskoteka. Absolutisht. Në Kosovë, vrasjet ka ndodhë në për rrugë, në për vendet qeta. Nuk ka ndodhë në për diskoteka. Po vetëm pak, jënë të ndodhë. Për vendin e rast, kur ka ndodhë në vrasjet në diskotekë. Veç pak, shkaku i diskotekës që nështë ati për lame dikon, ndodhë vrasja njësër në qytet. Veç pak, edhe qëtash mund me ndodhë në termet. Do më thonë një drëgiratën ose diçka që ide që gjithmonë ka me gjithë ty diçka keqë. Nëse ti nisesh me ide të tilla, ty mundet me gjithë diçka e keqe në çdo hap që ti e hedh tjetës tonë ose trugës tonë ose si në punë, si në qytet, si në përqef, si kudo që shkon. Duhet pak me i hek të mendime negative. Nuk po flas për mendimet e mia për diskotekën. Diskoteka është shumë mirë nëse ti shkon e shijon. Veç për diskotekë, po jetë në nëse ti shkon me dalë me pi kajpije me mundshme, këshyr shoqënin tonë, kënaqesh me shoqënin tonë, e shijon, ajo është totalisht mendimi jam është pro kësajna. Nëse ti shkon ekstra për me kriju probleme aty. Po s'ka vërasë që dalim me kriju probleme. Më falë, Mirinda, ty ja e din qëfar mendimeve ka njesta? Tralla, shumë tralla Mirinda, nuk mund është me dhënë këtë mendim, apo kuptan? Po jo, me dhënë këtë mendim, se unë e shok. A më së shashtu? Po jo, që shtu është yle. Jo, asë së mënesh me përgjithsu faktin që jeta e natës kryon veç gjanat këshia. Nuk thashtë që kryon, ti vetë vetiu, nëse shkon për me shiju, nëse shkon me shiju, nëse shkon më knaq për vetën tënde. Do më thonë, nëse ti e një vetët... Ti pse del mjetë natës? Unë dalë për me shiju.
Unë dalë për me shiju, me shëshim tam, vetëm pak. Unë nuk e shiqoj femnën e dikujt, nuk e shiqoj grunë e dikujt, do më thonë, unë e këqyri rrethin tam kur jam aty edhe knaqë në aty. Po shumica në qëtë si kërtesi korona, kur dolim atën. Jo, pa shumica. A di pse unë nuk hiq nuk besoj që se shikon femnën e dikujt. Femnën e dikujt, kur njët betohem. Po s'ki qore pa e po Jo, absolutisht tini se këqyr, edhe e kësynin është tjetë gjo, ama pjam mujtë sy, që është me dikon. Jo, vetëm pak, nëse ti e këshyr femnën e dikuj. Mune si janë ndalu shikimet njerëzve, se gjithmonë ka me qenë dikuj që ka me të këshyr ty, partnerën tone, ose partnerën tone, ose ty, ose këndë ta shpenzojmë koka Milaimi me grune vetë Edën, në një diskotek. Edhe tash une për e shiqaj Edën në nësat edhe... E shikon një moment, po jo me nga të mu. Nuk po flasim për një moment, po flasim të shiqu edhe të bo një loj flirts me sy me ta, edhe pësim të di që ti e burri saj, për mu, do më thënë kjo është... Po ti e te kalon ato njerëz, nuk merësh ma të situata. Nuk merësh zamër. Në qofë se Milaimi, në fa nuk po të kuptaj ka ty. Sa po e the, ti mundet me ndodh edhe në një restorant në pikë të ditës. Jo vetëm notë. Edhe në rrugë. Edhe në rrugë të jetë, në kartë të vëzit. Ti në rrugë nuk jepi, ti në rrugë nuk jepi, në restorant nuk jepi, ti në diskotek jepi. Jo, bredash, jo. Diskoteka është shumë diçka e mirë për me shiju bashkë me partnerin tënë, me shoshnin tëne, me këndë qoftë. Ska të bëj fakti që në për diskoteka ndodhin gjona tila. Po i den të mit në shpe për shka diskotekë. Për ata që dojnë me ndjek një jetë të tim, me u knaqë mirë të tim, e kanë drejtën e botës. Diskoteka nuk është diçka që ty të pengon mi rritë mirë shëndetshëm. Jetë a natës përgjësi. Po mërë sa tha, jetë një vetën. Jo me gojtone. Nuk thash është me. Po janë i shturi plesës është një vetën. Ashtë ran njeri i qpint me ta ngu të zgrun, se a i pinti ta ngu që harran. A përgëftan? Ajo është shumë e vërtit, Milajnë. Po edhe ti e mendimit tam, po nuk po dënë me pranu këtu i bashkë. Jo, së është e mendimit tanë, Milajnë, as pak. Jo, me të vërtit nuk është. Milajnë është përsen që dele që janë një dotë të mirë, një lokal të mirë, muzik live. S'munin me më ndryshu, kështë një mendimi jenë. Po dojna me talon tonë, se ki ga bem. Po jo, temën e kam prapë. Si tonë më vazhdoj zame më sunaj, po në shka dhe që ki ga bem. Të nësia vazhdojna së vazhdojnë në punë për ty. Kuj pjallën thmit me i rujt, për shambull. Vjerës nonës. Vjera ko ka mënyrë alternative me të rujt thmit, a? Motra e me kupedenti, ose motra e dikuna kupedenti kush e jaru shmirë. Qas për folio në për vete. Për shiftet e tjera, e kanë drejtën e botës. Ashtë nona jam kë, ka që Nuk po fullë mëre me doli ashtë e mu pi. Nuk është të senca veç me pi alkohol, që ti mundesh me shiju jetën e natës pa pi alkohol. Po njerës pit ka dhe në pik ditës, bezamër. Po flasë edhe njëtën e përdishme se nashta ka dhe njerës që jënë pit. Nuk po flasëm vetëm ata së të e shijojnë. Edhe ta shti kur shkështë të thmija jëtë në shpit, që thmija jëtë i pit, i pomtras. Ka raste tila, kemi raste që dalin edhe pa partner në për diskoteka, veç pak, si gruj, nuk po flasë për gratë, se gratë janë matralla, po flasë për burrat, që pihen bohën dëras në për diskoteka, edhe kthej në shtëpi dë bom dëras dhe në afekt të alkoholit dhe në afekt të drugës. Atë shka dështë tjetë ajo, e rehin grun edhe i rehin të minë. Ndodhë që kja. Po këtë në raste tjera, se aj person që ushtron dhun, ndaj, bashkëshorti se vetë, ose partneras, a i ka me ushtru dhun. Si pit, si qpit, si mas diskoteka, si para diskoteka, si pit ditës, si pit natës. Ti pit je një person krejtësisht tjetër. Absolutisht e ndrenat në benzin tone. Jo nuk je, jo nuk je. E ndjen benzin, po, ama person tjetër nuk je. Po, e ndjen benzin tone të vërtet, që nështë ati njëtën me përdishme s'munësh me ndzen. Po dhe jetë. Kështu që nëse ti e person që ki me ushtru dhun shambull në këtë rast që e përmendit. Nashta ti e nëzirë prej vetës tonë, do më thonë anën tonë që na pas kemu. Anën reale, po do më thonë për këtë pjesë. Na kemi rase, unë po flasë personalisht, nëse unë vendosje me shku me grunë temë, në të ardhë, në diskotek, unë du me shku në njërën sa ma të mirë. Se e di ku ko me shku. Ata shpëdeshe me shku? Jo, veç pak. Unë po flasë për vetën, nëse unë shkaj. Edhe e di se ku jem të shku. Kushdo që e këqyr grunë tame, kushdo që e këqyr me sy, unë e një vetën tam edhe nuk i kryoj nuk i kryoj probleme grus tam edhe personit në fjallë. Sa ma të hareshëm me dal e mu gëzushëm, e mu këthy në familjet gëzushëm. Knash në shion e jetën edhe shifni vetëm gjanat pozitive në gjdo gjë. Natën e mirë, zotë kërru i gjithve. Bye!